Ka ngjarje në histori që nuk i përkasin vetëm një populli, një kohe apo një territori. Ato ngjarje janë universale, sepse i flasin njerijut si njeri në përgjithësi. Flasin për fatin e njerijut, për drejtësinë që i duhet njerijut, për lirinë që aq shumë e kërkon njeriu, për barazinë ndërnjerëzore dhe natyrisht për raportin e tij me krijuesin. Dita e Arafatit është njëra prej këtyre ditëve dhe njëra prej këtyre ngjarjeve më të rëndësishme. Dita e Arafatit që është tema e sotshme në këtë video. Miq, nëse Kutsi Sherifi, Jerusalemi përfaqëson kujtesën e shpalljes hyjnore, nëse Meka e lavdishme përfaqëson qendrën e tauhidit islam, atëherë Arafati përfaqëson kulmin e ndërgjegjes mbar njerëzore. Për shkak se aty në Arafat mblidhen miliona njerëz, pa dallim race, gjuhe, kombi, pasurie apo statusi social. Aty në Arafat nuk ka mbret e as lypës, nuk ka as të bardh e as të zinj, nuk ka as arab e as jo arab. Aty ka vetëm njerëz të gjithë të barabartë, pa dallime para Allahut të Madhreshëm. Prandaj, kur flasim për Arafatin, çuditërisht, e ndoshta si mangësi, shumë njerëz mendojnë se fjala është për një ditë të caktuar të haxhit, për lutje që bëhen aty, për lotët rrëkej që derdhen aty, apo për pendesa e teube që bëhen te Allahu i Madhreshëm. Mirë po, Arafati është shumë më tepër se kaq. Ai është kulmi i një projekti hyjnor që zgjati për hiç më pak se 23 vjet. Arafati është kurorëzimi i misionit profetik të Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe një nga ngjarjet më madhështore që ka ndodhur në historinë e njerëzimit.